Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte i pari që mori fjalën në kuvend këtë të njëjtë para seancës që pas shkëputjes gjatë për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Teksa Berisha po fliste duke përsëritur se zgjedhjet ishin një fars, fjala e kryedemokratit u ndërpre pas përfundimit të kohës nga kryeparlamentaria Elisa Spiropali. Madje kjo e fundit ju drejtua Berishës, koha ju e ka perënduar. Ish kryeministri në fjalën e tij akuzoi socialistët për vjedhje të zgjedhjeve. Por kryetari i grupit socialist, Niko Peleshi, kishte një thirrje: të punojmë që 25-30 aktet e depozituara të miratojnë për të vazhduar punën duke filluar nga enjtja tjetër. Por sërish ndërhyri Berisha që hodhi akuzën ndaj ministrit Gonxhe. Ai është Blendi Xhabafti, ju drejtua Berisha ministrit Gonxhe. Pushoi, tha Berisha, por Spiropali hoqi fjalën. Ti nuk mund vish këtu pas humbjes tënde dëshpëruese dhe të prishësh kuvendin, tha ajo duke e mbyllur seancën plenare. Kryedemokrati deklaroi nga foltorja se Edi Rama angazhoi krimin e organizuar për të fituar në këtë zgjedhje, teksa shtoi se 28 deputet në kuvendin e ri janë zgjedhur nga klanet e drogës. Kjo seancë mblidhet pasi Partia e Krimit me nënkrye Edi Ramën zhvilloi farsën zgjedhore më kriminale që ka njohur vendi. Kjo seancë mblidhet pasi në shkelje të gjitha ligjeve Edi Rama përdori 76 milion dhuratë për 48% votuesve. Pasi fali 200 milion euro gjoba dhe kamata për të marrë votat, pasi mobilizoi kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë. Deputetët e karteleve po ju zëvendësojnë në parlament. Vetëm Arkendi që mori 2000 vota në 2021 mori këtë vit 5000 vota më shumë se Rama. Klanet e vrasësve, drogës sjellin në këtë parlament 28 deputet. Ju mblidhuni këtu pasi për të blerë votat me drogë kreu juaj firmosi mbjelljen e 28.000 hektarëve me kanabis në mbarvendin. Votën e parë të diasporës e manipuluat në mënyrën më të egër. 1.6 milion shqiptarëve ju shkelmuat votën. Do të ishte më e ndershme që në parlament të ulej Troplini, Hajri, Çela, Gjoka, Qimja, Salihi, Shyti e të tjerë të cilët ju përdorin si lecka politike, u tha Berisha socialistëve nga salla e kuvendit.